Shumë vite jashtë. Ku jeni jashtë? Në Amerikë. Në Amerikë. Tanin ma të zhvillon. Mendojmë që sa fare pas është. Pas është. Se në atje, fëmijën e vogël do të më të përdore, se zgudzën me lëshu. Drejtori general më ka thonë një fjallë. Po të kisha mundësi, ta të kisha klonu, ti e din fjallën, klonim që do thotë. I kisha klonu edhe disa sikur ti. Pak vite këtu e shumë vite jashtë. Shumë vite jashtë. Ku jeni jashtë? Në Amerikë. Në Amerikë. Tanin ma të zhvillon. Mendojmë që sa fare pas është. Pas është. Nëse e zhvillum kitë drejt, po jeta nuk është më e mira. Jeta nuk është më e mira. Shiqoj do shtetet vogla e kije, ku njerëzit jetojnë shumë bukur. Pa të lashe, derisa në atje, fëmijën e vogël do të më të përdore, se zgudzën me lëshu. Mund ta merr dikush. Siguri është? Po, çka po thëmë ne? Është i pasën, po jeta nuk është e mirë. A me mund të staj ka të shpru për jetë, kjo që nuk ka siguri, nuk e ndish rahat vetë. Po ta shtjethush një Amerikani që në Evropë fëmija jëtë lunë në borë, pa të lashe, pa diçka tjetër, besoj që, është e vërtet kjo punë, po është e vërtet. Sa vite e në Amerikë? 25. Si kanë qenë për ty? Për mund, kanë qenë, po të thëmë drejtën, sinqerisht po thëmë, po mos të ishin fëmijët, që i kishat mos është kur shkollën, asë një vit s'kisha nejtë, edhe pse. Jam të jetu ma mirë, kanë senet ma mirë, të në senet. Po, të mëngon kjo toke këtujt, mëngon shoshnia, mëngon rejthi. Në vend huj së në banë, ka kultur tjetër se cili. Mund të kesh komshin japonez, mund të kesh të komshin meksikan, ose kanadez, ose australian, e diçka tjetër. Të gjithave s'mund është mjë, ka ty në kulturave mjë në gjitë. S'mund është. Kulturat që i kanë atje, a i keni marrë ju, apo i keni mundu me mbajtë kulturat që kemi na traditat? Në shpe i majmë, po si dash në rrugë s'mundesh. S'mundesh, dikton situata, do të silë, sigur të gjatë jetë. Pa tjetër. Në shpe e duash. Kush dalë? Ka se që s'dojnë. Po, mu më kone. Në moment interesant gjatë tyre viteve, ndonjëherë në histori që ka ndodhur. Në histori tjetës edhe ndajnë shumë histori. S'du me hi. Falë. Se kam një me hi. Se, sinqerisht kam të mira. Po, që për të thëmë një. Kom punu një repart të spitalit. Që spitali ka pas 1300 punëtorë. S'ka qenë i madh. Edhe në çdo përvjetor, u zgjidhte punëtori më i miri në mesin e 1300 me mjek deri te ai fundi. Edhe në momentin e fundit, unë mësa apo dinti ku është sa molle për që duhet ka i bjen, qa që këmë ditë gjo. Në 2013 më kanë thirë emrin të. Edhe drejtori general më ka thonë një fjallë. Po të kisha mundësi, ta të kisha klonu, ti e din fjallën, klonim që do thotë. I kisha klonu edhe disa sikur ti. Do thotë na, shqiptarë, që do mos, kur dalim jashtë, mundohemi më bo vetvetja, i lom ato dreqnit mbrapa, bohemi vetvetja, edhe e apu maksimumin. Kjo ishte. Interesant shumë, kjo është jeta, ndodhin shumë gjëra. Ndodhin shumë gjëra, dhe një gjë po thëmë. Pasunia me madhe për ata që vizitojnë Amerikën nuk është leku. Të harroa. Pasunia me madhe është që atje mundohet më të shtyjë për pjetë. Nëse bjen fund bunari njëherë, ka më të ngjit atë garepin, ka më të qitë edhe njëherë si përfaqe. Do të qetës edhe njëherë si përfaqe, të e mundësi. E atëherë të, qka? Ose je vetëdijshëm që duhet më shku drejt, ose gjuhja vetë ati poshtë. Kjo është pasunia me madhe. Nuk të pi çfarë ngjyre ke, nuk të pi çfarë race ke, nuk të vetë ka ke ardhë, ke ardhë që është ke ardhë. Mirë, intereson shoqëni me ditë për kulturën tonë. Po në vend punës, asë që intereson. Qka tash, mesin e 1300 promotore, isha unë i vetëm shqiptar. Ishte befasi për mua. Bile, po të më drejten, kur ma thirë emnin, se Anisi po më provokon pak, more bre, këtu sene po lidhen me emnin tem.
Edhe më të më falni, më keni zonë me fener shukën. Zdi njeri që ka thot në aso situatash, kështu, unë e po menoj, se isha, po me gjithat, të në të kalume. Është letë, po 1 milion Amerikë. 1 milion Amerikë i bën vetëm ata që punojnë jashtë orarit, pa përfundim dhe që i bojnë biznes. Me rrugë harro. Me rrugë, veç me rrugë harroat. Po që i bojnë biznes familjar, 4, 5, 6, 7, 10 antarë familjes, i bashkan gjitën diçka. Edhe aty duhet t'jesh shumë i sinqert, duhet t'kesh kualitet punës apo diçka tjetër, se për ndryshe një herë ta qel derën, herë ndryshe ta qel. Po me biznes mohon. Po pa biznes, Sa le po thua? ja, A ki buti boti 1 milion? jo. Kisha pas qëtë po si këmbo. Nashta i këmbo, po i këm hargjue. I argju. Kumër. Po dhe, jo kumori jo. Po, kom pas kohë, mja bo shifrë, nashta për 25 vjetë, kom rritë që e shumë. Po se kam. A i pishmon sot që ki argju? Jo. Se si këm hargjue në vend keq kur. I kam hargjue në ku duhet. Investime? Familje. Familje. Kur që ditë. A i pishmon diçka njërën tonë? Po. Jem peshman, po menoj për atje jem peshman. Por këtu, ka qenë ma ndryshë situata, ka qenë e tjenë. Për atje që nuk kanë ditë më më tërgu njerëzit kërë më shku masvare, po nga friga që njerësa s'kam qka ha, më dash më punësuë, dhe gabimi jam më ka qenë që unë kisha pas të drejt atëherë, me shku më shkollue edhe shtetin kisha më 1 vit, 2 vite, 3 vite, deri sa të kisha kryer në diçka. Tjetër është kur të kryer diçka, tjetër kur s'kryer kurçë. E mëson gjuhën, po thëmë me mëson gjuhën, po funit, tjetër është ajo gjuha që ka mësohet, bla 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 bla, e tjetër është ajo gjuha që shkruhet, përkthehet, Po do në fund, një mesazh, një person që shumë pasan knatësi që bisedova me juve, një mesazh, një këshill për gjithë audiencën e madhe të historitë jetës. Ta jepni një mesazh. Jemi bre vetvetja, ta duim atë dheun, ta duim familjen se ajo është e shejt, edhe mundohëm sa ma shumë të japim mesazhe pozitive. Mos merren me dëgjanat e cilat e shkatërrojnë shoqërinë, e shkatërrojnë njerëzimin, e shkatërrojnë familjen, e shkatërrojnë gjithçka. Që na ketë lakmi, edhe pse nashta nuk jemi ku ta dinë Zvicraman apo dikush tjetër. Kur të vjet dikush tjetër, më na e pa një kulturë të mirë këtu. Një diçka tjetër që me tërhiq me ardhë edhe një herë. Kjo është. Pa bisedë e këndshme. Kisha shumë kënaqësi me një person të bisedoj kështu. Turoj më të mirat në jetë. Me lejo të përshëndes. Gjithë mirat, respekte. Faleminderit shumë. Kalofshi mirë. Faleminderit shumë.